Faqa Na ishte dikur sjell një letër drejtuar gruas së ndjer, nga inxhinieri i mirënjohur dhe i paharruar Gjovalin Gjadri, nga Gjovalin Gjadri, por ktheu nga gjermanishtja Petraq Kolevica, pjesë nga libri Letra gruas sime të vdekur. 20 korrik 1942. E dashur, ka shumë kohë që nuk të kam shkruar sepse përmes dhimbjes së madhe e përmes mendimeve të shqetësuara, s'mund të hidher në letër asnjë fjalë. Do ta them drejt, jam i zemëruar me njerëzit që ndihmuan në vdekjen tënde. Ti mund ta marrësh me mend, e dashur, se sa vuaj kur mendoj se ti mund të jetoje nëse shumë gjëra do të kishin qenë ndryshe. Kjo letër do të merret me ditët e tua të fundme dhe unë nuk mund t'i shmangem pyetjes se deri ku janë fajtor të afërmit e tu. Gjithkohon, që nga letra e fundit e deri te kjo që po të shkruaj tani, kam pritur të qetësohem dhe mos të të lëndoja me fjalët e mia, por e kam të vështirë ta shtrembroj të vërtetën. Jam munduar t'i shtyp këto ndjenja të ashpra, por nuk dija ja kam arritur dhe nuk di nëse këtë letër do të mund ta shkruaj pa hidhërim, duke i falur plotësisht. Faji për vdekjen tënde më është bërë një ide fikse dhe më mbush me zemrim. Për t'u çliruar prej saj dhe në një farë mënyre të jem aktiv, të kam rregulluar ndërkaq varrin tënd, sepse mbasi ti vdiqe në Merano, ne të sollëm në Tiranë dhe të varrosëm në varrezat e qytetit. Natyrisht, ti nuk je mirë atje, e dashur. Unë dua të kem sa më pranë, prandaj ta kam rregulluar varrin në fshat, në livadhin ton. Për vendin e varrit tënd, kam pyetur paraprakisht shumë të njohur, e gjithashtu kam biseduar me të afërmit e tu, dhe të gjithë më kanë thënë se varrin duhet të ta bëja sa më larg shtëpisë. Njëri madje mendonte se po të ishte në dorën e tij, do t'i zhdukte gjithë varrezat dhe se nuk e duronte dot kujtimin e të vdekurve me anën e simboleve të dukshme, sikur të vdekurit të mos kishin asgjë për të na thënë. Unë mund të vërej këtu, e dashur, se të vdekurit kanë një ndikim të madh mbi ne. Gjithë kultura rrjedh prej tyre. Toka është djepi i të vdekurve dhe miliarda yllësi që mua në vitet e rinisë së hershme më shtangnin, kanë gjetur tani një kuptim real kur mendoj se ato mund të hapeshin për miliarda të vdekur. Të vdekurit jetojnë nëpërmjet pasardhësve të tyre dhe nëpërmjet veprave të tyre, ne s'mund t'i mendojmë të larguar. Ne duhet t'i njohim punët e tyre dhe t'u ngrehim përmendore. Ne duhet t'i nderojmë në qoftë se s'duam të jemi mosmirënjohës. Nuk ndoqa këshillat e asnjërit dhe ta bëra varrin fare pranë shtëpisë, disa hapa më larg, atje pranë shelgut, ku unë çdo mëngjes prehesha në shezllong. Vend më të mirë nuk mund të gjeja, dhe kjo është më e pakta që mund të bëja për ty, moje dashura ime e mirë. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.